kohë kur qytetarët përballen me vështirësi financiare, zëvendës kryeministria Belinda Balluku ka një tjetër prioritet, larjen e makinave qeveritare me një tender luksos prej 10.000 eurosh në muaj. Banorët e Kamzës janë të shqetësuar për ndërtimin e një pallati në afërsi të karburant Kanina, i cili po dëmton rrugën dhe krijon rrezik për sigurinë e qytetarëve. Një numër i lartë i të rriturve dhe adoleshentëve janë paraqitur në Spitalin Infektiv të Tiranës pas lajmit se në Shqipëri ka hyrë fileto e pulës me salmonellë importuar nga Brazili. Një 52 vjeçare shqiptare është marrë në hetim për vdekjen e Fabiana Piccionit, e cila u gjet e zhveshur dhe gjysmë e djegur në Giulianova në Itali. Sipas hetimet, vdekja e viktimës lidhet me përdorimin e lëndëve narkotike. Zonja dhe zotrinj, përshëndetje dhe mirë se vini në edicionin informativ këtu në TV Dheu. Në një kohë kur qytetarët përballen me vështirësi financiare, zëvendës kryeministria Belinda Balluku ka një tjetër prioritet, larjen e makinave qeveritare me një tender luksos prej 10.000 eurosh në muaj. Ky tender përfshin kërkesa të pazakonta si pastrimi me solucion dhe larja pafurçe. Në një vend ku pensionistët numërojnë qindarkat për ilaçe dhe spitalet vuajnë nga pajisjet mjekësore, zëvendës kryeministria dhe ministri e infrastrukturës Belinda Balluku ka një tjetër urgjencë, larjen e makinave qeveritare me një tender luksos prej 10.000 eurosh në muaj. Sigurisht, larja e Audit të saj, model A8, nuk mund të bëhet me kova si qytetarët e zakonshëm. Mjeti i saj kërkon trajtim special dhe për këtë arsye është hapur një tender specifik që përfshin fshes me kompresor, solucion të specializuar dhe një faturë mujore prej 10.000 eurosh për pastrimin e makinave qeveritare. Tenderi i hapur më 28 mars 2025 parashikon që lavazhi të mos jetë më larg se 2 kilometra nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjetikës, të punojnë me 2 turne, përfshirë të shtunat, të ketë ambient pritjeje për 4 makina dhe të garantojë që asnjë mjet nuk do të presë më shumë se 30 minuta në radhë. Po ashtu, lavazhi duhet të ofrojë pastrim brenda dhe jashtë për 30 minuta dhe të jeti pajisur me leje mjedisore. Dhe një detaj tjetër që nuk mund të lihet pa u përmendur. Larja të bëhet me solucion, jo furç, një kërkesë që të bën të dyshosh nëse bëhet fjalë për një automjet apo për një objekt kulti që meriton trajtim spa. Sipas të specifikimeve të tenderit, vetëm Audi A8 i Belinda Ballukut do të lahet 12 herë në muaj, që do të thotë një herë në çdo 2 ditë pune. Por nuk është vetëm kjo makina që të përfitojë nga ky shërbim i veçantë. Në listën e lavazhit janë përfshirë gjithashtu një Toyota, një Volkswagen Touran, një Citroen, një Land Rover, një Skoda dhe një tjetër Toyota. Në total, një flotë e tërë makinash qeveritare do të ketë një ceremoni të përmuajshme larjeje, e gjitha e paguar nga taksat e qytetarëve, përfshirë ata që ankohen se nuk kanë ujë të rrjedhshëm në shtëpitë e tyre. Si pjesë e tenderit është parashikuar edhe larja e tapicerisë 10 herë në vit për 3 vetura dhe 7 Forestrada, sepse sigurisht makinat qeveritare meritojnë një kujdes të veçantë për tavanet, sediljet dhe tapetet e tyre. Një ish rekrut i forcave të armatosura ka denoncuar në redaksin tonë abuzimet seksuale të komandantëve ndaj ushtarëve, duke përfshirë raste të tilla ndaj vajzave dhe djemve. Ai ka pohuar se pas pasojave traumatike ka zhvilluar probleme të shëndetit mendor dhe është nën mjekim, ndërkohë që u ka shpëtuar disa tentativave abuzimi. Një tjetër dëshmi alarmante ka dalë në dritë për redaksin ton pas denoncimit se komandantë të forcave të armatosura abuzojnë seksualisht me ushtarët femra. Një ish rekrut në repartin e Bunavis së Vlorës ka rrëfyer për redaksin ton abuzimet seksuale të ndodhura gjatë periudhës së shërbimit të tij ushtarak. Dëshmitari, i cili ka qenë pjesë e forcave të armatosura gjatë kohës së drejtuar nga ish ministrja e mbrojtjes Mimi Kodheli, ka rrëfyer se ka qenë dëshmitar i abuzimeve seksuale nga eprorët, jo vetëm ndaj vajzave, por edhe ndaj djemve. Sipas tij, një rast konkret i ka ngelur në kujtesë ku komandanti një toge abuzonte me një rekrut mashkull në dhomat e tyre. Ish rekruti ka pohuar se nga ato që ka parë dhe përjetuar në shërbim, ai tani vuan probleme me shëndetin mendor dhe është nën mjekim. Ai gjithashtu ka treguar se ka pasur tentativa abuzimi ndaj tij, por ka mundur të largohet nga ajo situatë. Banorët e Kamzës janë të shqetësuar për ndërtimin e një pallati afër karburant Kaninës, i cili po dëmton rrugën dhe krijon rrezik për sigurinë e qytetarëve. Ata akuzojnë autoritetet lokale dhe policinë për mosveprim dhe përfshirje në korrupsion, duke lejuar vazhdimin e punimeve pa rrethimin e duhur.
Në një zonë të Kamzës, pranë karburant Kanina, po ndërtohet një pallat që prej muajit qershor, i cili ende nuk është rrethuar, duke shqetësuar banorët e zonës. Sipas denoncimeve të banorëve që jetojnë në afërsitë të ndërtimit, i cili po realizohet nga zoti Mustafa Deda, është krijuar një situatë e rrezikshme për ta dhe rrugën që ata përdorin çdo ditë. Një nga shqetësimet kryesore të zonjës dhe të banorëve të tjerë është se ndërtimi ka bërë që rruga, e cila ishte shtruar me paratë vetë banorëve, po shkatërohet nga aktivitetet e ndërtimit. Betonierët dhe makineritë që po përdoren për ndërtimin e pallatit kanë shkatëruar rrugën dhe tubat e ujrave të zeza, shprehen ata. Ata kalojnë me frikë çdo ditë për shkak të rrezikut të mundshëm të aksidenteve, si dhe përprishjen e gomave të makinave të tyre nga materialet e hedhura. Përveç kësaj, zonja denoncon se autoritetet lokale dhe policia janë përfshirë në këtë situatë. Ajo thotë se kanë bërë denoncim tek IKMT-ja, por sipas saj policia shkon për inspektimin e zonës dhe merr para nga zoti Mustafa. Këto veprime i kanë dhënë më shumë siguri shkatëruesit të rrugës, pasi u drejtohet banorëve duke u thënë: "Unë Kabule bëj këtu dhe ju nuk keni se çfarë të më bëni." Banorët kërkojnë me ngulm që të ndërhyet urgjentisht për të rrethuar ndërtimin dhe të garantojnë që të ndërtohet pa cënuar sigurinë e tyre dhe fëmijëve të tyre. Një numër i lartë të rriturish dhe adoleshentësh janë paraqitur në Spitalin Infektiv të Tiranës me simptoma shqetësuese, si gjendje të fikti, diare dhe temperaturë të lartë. Kjo valë sëmundjesh lidhet me filetot me salmonela të importuara nga Brazili. Një situatë shqetësuese ka shpërthyer në Spitalin Infektiv të Tiranës, ku është regjistruar një numër i lartë të rriturve, veçanërisht adoleshentëve që po paraqisin simptoma shqetësuese. Simptomat përfshin gjendje të fikti, diare dhe temperatura të larta. Kjo valë sëmundjesh lidhet me informacionet që kanë dalë në dritë e lidhur me sasinë e filetove me salmonela të importuara nga Brazili, të cilat kanë shkaktuar shqetësime tek qytetarët. Një qytetar ka shprehur për redaksin ton shqetësimin se në familjen e tij kushërire ka pasur nevojë për ndihmë mjekësore çdo natë, por spitali ka ofruar vetëm serum dhe nuk ka ndërmarrë asnjë analizë për të diagnostikuar problemin. Një 52 vjeçar shqiptar është marrë në hetim për vdekjen e Fabiana Piccioni, e cila u gjet e zhveshur dhe gjysmë e djegur në Giulianova në Itali, me dyshime për përfshirjen e tij në fshehjen e trupit të saj dhe mundësinë e një krimi. Sipas hetimeve, vdekja e Piccionit lidhet me përdorimin e lëndëve narkotike. Një 52 vjeçar shqiptar është marrë në hetim për vdekjen e 46 vjeçares Fabiana Piccioni, e cila u gjet e zhveshur dhe gjysmë e djegur më 9 janar në Giulianova, Itali. Autoritetet italiane kanë nisur hetimet për këtë ngjarje tragjike dhe dyshojnë se shqiptari, i cili është pronari i një kompanie pastrimi, ka pasur lidhje me vdekjen e viktimës. Emri i tij nuk është bërë publik, por ai ka precedent të mëparshëm penal. Fabiana Piccioni u zhduk nga shtëpia më 2 janar, ndërsa trupi i saj u gjet më 9 janar në një zonë të Giulianovës, e zhveshur dhe gjysmë e djegur. Sipas hetimeve të para, vdekja e saj është shkaktuar nga përzierja e kokainës me opiate, një kombinim që ka rezultuar fatal. Pas vdekjes së saj, dyshohet se 52 vjeçari është përpjekur të fshetë trupin në mënyrë që të mbulonte krimin. Kjo ka çuar në ngritjen e dyshimeve për trafik droge, vdekje sipas së një krimi dhe tentativë për fshehjen e kufomës. Hetuesit janë duke u përpjekur të kuptojnë nëse kjo ka qenë një vrasje e qëllimshme apo një aksident që ka ndodhur pas përdorimit të drogës. Sipas hetimeve të autoriteteve, shqiptari dhe viktima kanë pasur miqësi të afërt. Vdekja e Fabiana Piccionit mund të ketë ardhur si pasojë një ngjarje të papritur mes tyre, ndoshta në një moment kur ata kishin konsumuar drogë së bashku. Në lidhje me këtë ngjarje, autoritetet italiane kanë marrë në pyetje mbi 70 persona që mund të kenë ndjeni ose mund të kenë pasur lidhje me viktimën apo të dyshuarin. Hetimi është ende në vazhdim dhe autoritetet po punojnë për të sqaruar plotësisht rrethanat e kësaj ngjarje. Kina po përballet me krizë demografike të theksuar, ku shkalla e martesave ka rënë dhe ka shpërthyer trafikimi i palishëm i nuseve nga vendet fqinje për të përballuar kërkesën e lartë për gra. Kina aktualisht është përballur me një krizë demografike të theksuar pasi shkalla e martesave ka postuar një rënje të madhe në vitet e fundit. Ky trend ka sjellë pasoja të rënda, përfshir rritjen alarmante të trafikimit të palishëm të nuseve nga vendet fqinje. Kjo problematik ka të bëjë jo vetëm me çështjet sociale, por edhe me sfida të mëdha për të drejtat e njerëzit, duke i dhënë shkas shqetësimeve serioze rreth drejtësisë dhe barazisë gjinore. Një faktor i rëndësishëm që ka nxitur këtë krizë është fenomeni i ashtu quajtur epoka e meshkujve të mbetur, një periudhë që pritet të zgjatet deri në vitin 2050, ku ndërmjet 30 dhe 50 milion burra kinez mund të mos kenë mundësi të gjejnë bashkëshorte.
Ky fenomen ka ardhur si pasojë e politikave të ndihmës për një fëmijë, të cilat kanë çuar në një çikuilibër gjinor duke pasur shumë më tepër meshkuj se sa femra. Kjo ka bërë që burrat beqar, veçanërisht ato nga zonat rurale, të kërkojnë gra në vende të tjera për t'i marrë si nuse. Për të përmbushur buzëllëkun e krijuar nga kërkesa e lartë për gram, rrjetet e trafikimit të qenieve njerëzore kanë shfrytëzuar situatën. Gratë nga vendet fshinje si Myanmar, Vietnam, Kambodja, Laosi dhe Korea e Veriut janë viktima të mashtrimeve dhe trafikimit. Ato janë të joshura me premtime për punë më të mira, arsim dhe një jetë më të mirë në Kinë, por në vend të kësaj, ato shiten me çmime që varion nga 3.000 deri në $13.000 për të martuar me burra kinez. Ky trafikim ka çuar në shfrytëzimin e jashtëzakonshëm të grave, duke përfshirë dhunën në familje dhe abuzime të tjera të rënda. Duke u mbështetur në ndryshimet në normat kulturore dhe shoqërore që do të ndihmonin në uljen e kërkesës për gra të huaja, kjo situatë mund të zgjidhej. Barazia gjinore dhe mbështetja për zgjedhje të tjera të jetës për burrat dhe gratë beqare mund të ndihmojnë për të zbutur këtë krizë. Megjithatë, problemi i numrit të madh të burrave beqar është ende shumë shqetësues dhe problemi i martesave po bëhet gjithnjë më urgjent për autoritetet kineze. Në këtë mënyrë, ky fenomen ka të bëjë me një kombinim kompleks të faktorëve social dhe ekonomik që kërkojnë zgjidhje të thella dhe të qëndrueshme. Zonja dhe zotrinj, ka qenë kjo gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj. Bashkë takoshëm.